kur e lexon raportin dhe kthehesh në situatën ku ka qenë Kosova në kohën kur është ndërtuar gjykata speciale, ti e sheh që është ndërtuar një gjykatë e cila ka tentuar mi zgjidh disa probleme bazike të cilat kanë qenë Kosovë, e cilat tash na krijojnë pasoja. Çka është problemi bazik? Në atë kohë kur është themeluar gjykata speciale, Euleksi ka gjykuar 2 gjyqtar ndërkombëtar, 1 gjyqtar vendor. Dhe na kemi pas disa situata ku gjyqtarët vendor të cilët kanë qenë pjesë e paneleve, kanë dalë publikisht me reagime që ata kanë qenë kundër, kanë votu kundër dhe elemente tjera. Dhe kjo tash ta ka derivu pasojën që kur është ndërtuar gjykata, ata që kanë dashur me ndërtuar gjykatën kanë thonë, "Okej, nuk po i lojmë këta vendor të hiç këtu." Sepse këta mund me kohën të nën presion, të ndikum dhe elemente tjera që mendoj që e para kjo ka qenë problematik e njerëzve të sistemit tonë të drejtësisë, të cilët nuk kanë pas guxim me gjyku çështje të cilat kanë qenë në interes nacional të vendit, dhe dalja e tyre në publik në situata të caktuara e ka rrezikuar krejt sistemin dhe kredibilitetin institucional të sistemit tonë të drejtësisë. Humbja e këtij besimi prej njerëzve të sistemit të drejtësisë Kosovë në raport me drejtësinë na ka sjell tash pasojën që mbrana panelit nuk e kemi asnjë gjyqtar vendor, brenda strukturës së prokurorisë nuk kemi asnjë prokuror vendor apo zyrtar ligjor i cili punon për institucionet e Kosovës dhe ofron asistencë. Shumë interesante dhe shumë e rëndësishme edhe mbrana të sistemit korrektues. Nuk ka asnjë zyrtar të sistemit tonë korrektues, pra krejt e skorta, krejt përcjellja, krejt biçyria është me zyrtar ndërkombëtar. Edhe brenda sistemit policor është e njëjta gjë. Pra njësitë e Euleksit të cilat janë në Kosovë i zhvillojnë operacionet bashkë me zyrtarët policor të dhomave të specializuara, ndërsa në anën tjetër policia e Kosovës merret vetëm me sigurimin e perimetrit të jashtëm në situata të caktuara ose me mbarvajtjen e trafikut. Pra, ajo çka derivon në këtë situatë është një mosbesim shumë i madh në raport me autoritetet e Kosovës, edhe